Pra, letu më garantën mu se dikur që për parim Roma, ko ka qasi opozitori që s'pishkoj ka mohë kurtin në koalicionën? Po jo, mërë se nuk është e tilë. Është thjeshta e ka ledzu sot situatën që i konvenojnë qështu, dhe e bënë qështu. S'ka historit, pak të ndo shpëllimit. S'ka dhe shpjegim politik, se ti mund është me pas histori, sot del, edhe e shpaljoz vetën, edhe fillon thu, unë për du me po opozit, kur kërkur s'ka një për ty, mirë po t'i ki projekt politik. Na nuk peshojmë qatë projekt politik, që të o problemi. Projekt politik kjo me dalë me shku herë një marsh, e herë me thonë që Kurti është autoritar veç kur të konvenon ty. Se kjo është këtë hipotetike, na e pomë dhe Vjosa Osmani. Na e pomë, zdja e po t'ju. Na e pomë dhe Vjosa Osmanin që ja nisi me dalë në për marshët liria ka emër. Na e pomë dhe Vjosa Osmanin që ja nisi me thonë Kurti ti e autoritar. E ti e rrezikshëm. Kur, në fund, që kjo është profili politikanit tilë, që kjo është, edhe për parim Roma dhe Vjosa Osmanin. Edhe akter të vetëvendosjes në marshin e Po mirë dhe, veç që ajem ka du me thonë në është që me qësilloj profili opozitor, i cili nuk ka projekt politik, po thjesht mundohet me strategjikisht, taktikisht, me lezu situatën, dhe me thonë hajtë se që ta shumë merë momenti, e për e bëj kishë do opozitarizëm, me këto nuk ndërtohet opozita. Kur mës të votojnë PSD-n? Kur mës bëhet PSD-ja parti parlamentare? Po në një sen që amu i me garantuar, që dejsa të hinë, kuvend, PSD-ja nuk ka me pas opozitë. S'ka me pas, edhe pesheni që s'ka me pas. As me përparim Ramën, as me Vjosa Osmanin, as me Lumir Abdigjikun, as me Uran Ismailin, as me Bedri Hamzën. Keni me pa ditët në VM, kanë me nga dëshmu dhe ma shumë këtë sen. Po, asë është normale, me reflektu mbi rezultatin, me kërku ndryshime, me kërku një strukturë ma të fuqishme që... More është normale, unë jem të thonë që gjithë shka, edhe këto dalimet që po bohen, janë të ndodhë dalime me përjashtim... Një farë periudhe ku partit për rime du të më marrë me vetën, mas si që e kanë lezu rezultat. Marrë me vetën nëse mrena partive kish me pas një projekt politik i cili thot që kjo nuk bën me ndodhë, edhe në rruga e re e partisë du të me konë që kjo tjetra. Po nuk mundet për parim Roma me bo qatë cena. Po e thonë. Nuk mundet Uran Ismaili me bo qatë cena. Abdullah Hoti në vazhdimësi e ka thonë cila do t'jetë rruga e LDK-s. Mirë dhe nuk po flasën e për disa individ që... Nuk po flasë për disa individ brenda partive, se brenda partive mund t'ketë individ që nështë Abdullah Hoti mund t'jetë figurë. Mas pari nuk ka në i dalim substancial politik. Nuk ka. Edhe Abdullah Hoti ka qenë pjesë e koalicionëve dhe me vetëvendosin dhe me LDK, nuk po thëmë që janë të njëjtë me Lumirin e me deputet e tjerë. Na dhe gjatë fushatës kemi ditë me e bo dalimin mes aty në pak deputetve që kanë qenë opozitarë ma për një me dhe aty në shumë deputetve opozitarë që veç opozitë s'ka bo. E kemi bo këtë dalim. Ajo që ka përdu me thonë në është me politikan që nuk kam projekt politik, po kam veç ambicje karrieriste edhe janë brenda diskursit Kurtit në fund, nuk bëhen as ndryshimet mrena partive. Dhe më thonë, qa po thuni ju, pe hekum Bedri Hamzën e pe qesim Uran Ismailin, apo hajtë letë ma dhe kalzën dikush, veç një dalim politik mes Bedri Hamzës e Uran Ismailin. Një dalim projektit politik. Hajtë letë ma kalzën dikush, veç një dalim politik e ideologjik mes përparim Ramës dhe Vjosa Osmanin. Nuk ka. Besoni që nuk ka.